Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga pagjumësia, konsumoni një nga këto 9 ushqime dhe do flini si qingj. Ka disa ushqime të cilat nxisin gjumin dhe mund t'ju ndihmojnë të bini më lehtë në gjumë dhe të flini më qetë gjatë natës pa ju dalë gjumi. Ushqimi para gjumit nuk duhet të jetë i pashëndetshëm. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme ju shtriheni në shtratin tuaj dhe mendoni se duhet të bëni patjetër një gjumë të mirë. Megjithatë, gjumi thjesht nuk vjen. Në vend të kësaj ju ktheheni nga njëra anë e krevatit në tjetrën. Vazhdoni të shihni orën dhe kuptoni se kjo situatë ndoshta nuk do të ndryshojë për orët e ardhshme. Pra, çfarë mund të bëni tani që të mos mbeteni pa gjumë dhe të bëni gjumin që meritoni? Për fat të mirë, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Duhet vetëm të konsumoni ushqimet e duhura para se ju të shkoni dhe të flini. Rekomandime lidhur me 9 ushqimet të cilat vlen për një natë të mirë dhe një gjumë të qetë. Qershit. Nga ana tjetër, konsumimi i lëngut të qershive ose disa qershi të vogla sigurisht që do t'ju ndihmojë. Melatonina zakonisht çlirohet si një hormon i gjumit. Ajo lind nga zhderimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndiheni më të lodhur dhe gati për gjumë, kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë as edhe një ilaç nga tabletat të tjera artificiale. Këtë e tregojnë edhe disa studime në të cilat subjektet e testimit pinë një gotë lëng qershie para se ju të flini. Ata i zuri gjumi mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk duhet të merren parasysh këtu, sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm. Qiqrat. Qiqrat janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Ato janë plot me vitaminë B6. Kjo gjithashtu kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje që të prodhojë melatoninën. Dhe qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura për mbrëmje kur shpresoni për një gjumë më të mirë. Drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një buke thjesht integrale mundet që t'ju ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithra nxisin gjumin dhe ju ofrojnë gjithmonë shumë magnez. Studimet madje tregojnë edhe efektin e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një kurë e vërtet mrekullie, veçanërisht kur bëhet fjalë për stresin, pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës munden të përdoren për shembull edhe bullgur. Produkte qumshti. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë nga të gjitha format dhe ngjyrat. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mundet të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë shumë triptofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin dhe serotonina është një hormon i lumturisë i cili ju bën juve të lumtur dhe gjithashtu arrin të pengojë mendimet e bezdishme të cilat vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është gjithashtu mjaft e nevojshme për të prodhuar melatonin. Fruta të thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu aminoacidin special triptofan. Nëse ju dëshironi përfitimin e dyfisht, mund të t'i kombinoni gjithashtu të dyja. Për shembull, mundet që të përzjeni frutat e thata me kosin tuaj dhe, përveç efektit që nxit gjumin, ka edhe një efekt tepër të shijshëm për mbrëmjen. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithmonë e keqe për trupin, nuk është marrë si duhet me të ushqyerit. Gjithashtu, yndyra e shëndetshme siç gjendet në frutat e thata, duket se është mjaft efikase për sa i përket pjesës së rëndësishme të një diete të ekuilibruar. Avokado. Në listën e ushqimeve të cilat nxisin gjumin,
nuk do të ishte e plot pa avokado. Këto gjithashtu përmbajnë magnez i cili siguron që muskujt të relaksohen. Ju mundet ta dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaj provokohen shumë lehtëshëm. Kjo krijon shqetësim të brendshëm dhe gjithashtu e bën më të vështirë për ju që ju të bini në gjumë. Kjo krijon shqetësim të brendshëm dhe përveç kësaj, magnezi nga ana tjetër mundet të përshpejtojë rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë mundet të shkurtojë dhimbjen e muskujve. Ushqimi që nxit gjumin numër 7, kush nuk e njeh, është çaji i mirë dhe një qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që të zgjidhni një lloj qetësuesi si kamomil ose lavandë, ndryshe nga çajrat e frutave. Këto ende përmbajnë disa përbërës aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantit. Kjo gjithashtu lidhet edhe me receptorë të ndryshëm në trupin tuaj, të cilët mund t'ju bëjnë të bini në gjumë më shpejt. Numër 8 janë bananet. Pikërisht tani kemi ardhur në kulmin e listës së ushqimeve të cilat e nxisin gjumin. Bananet, nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ai përmban shumë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjendet edhe aminoacidi triptofan, i cili njihet si përgjegjës për aftësinë e trupit për të prodhuar gjithashtu melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura juaj e trupit do të ulet dhe ekuilibri hormonal do të rregullohet. Nuk është çudi që ju e keni më të lehtë që të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut ulet dhe siguron akoma dhe një tretje më të mirë. Në këtë mënyrë, trupi juaj mund të përqendrohet në mënyrë të përsosur dhe nuk pengohet që të bjerë në gjumë ose t'ju dalë gjumi gjatë natës nga faktorë të tjerë. Erëza të caktuara. Ju gjithashtu mund të bëni vetë ushqime të cilat të nxisin gjumë të mirë duke përdorur erëza. Erëzat gjithashtu munden që t'ju ndihmojnë për të patur një gjumë të qetë. Erëza e përshtatshme përfshin kardamom, i cili gjithashtu e mbështet tretjen. Karafili ka të njëjtin efekt. Tani varet vetëm nga shija juaj personale. Ju gjithashtu mundet të përgatisni një përbërje për gjumë të thjeshtë duke i përzier erëzat në një pije sipas dëshirës tuaj. Çfarë nuk duhet të konsumoni para gjumi? Siç e përmendëm edhe në fillim, ka dhe ushqime të cilat ju duhet t'i shmangni para se të flini. Edhe pse produktet e qumshtit janë të mira për të fjetur, ju duhet që të shmangni djathtrat e pjekur, mëlçia, peshku i konservuar, sallami, peshku i konservuar, turshit, ullin dhe çokolata janë gjithashtu disa nga ushqimet të cilat ju duhet t'i qëndroni larg për të fjetur sa më mirë. Ato përmbajnë gjithashtu tiramin, e cila ju mban në zgjuar. Alkooli gjithashtu nga ana tjetër tingëllon si një ide e mirë në fillim, por në fund rezulton të jetë një mik i rrem. Alkooli ju ndihmon të bini në gjumë, por për fat të keq, jo për të qëndruar në gjumë. Dhe gjithashtu kjo nuk është as pak relaksuese dhe të nesërmen ju do të zgjoni me një dhimbje të madhe koke. Prandaj ju duhet të jeni të kujdesshëm se çfarë zgjidhni të konsumoni përpara gjumit, sepse ato ndikojnë jo vetëm në cilësinë e gjumit, por edhe në shëndetin ton optimal. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve
ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.